Qeveria në kundërshtim me gjitha rregullat demokratike, në kundërshtim me kushtetutën e vendit, po I përcakton parlamentit se çka duhet bëj. Në legjislacionin e kaluar ish kryeministri shpërbeu parlamentin për gjysmë viti me radhë për qeverisur pastaj pas asnjë mekanizëm kontrolli. Kjo qeveri tani jo më thaqi, por me një emër të përbashkët, qeveria keqen katror, po I imponon kuvendit duke kërcënuar e shantazhuar deputetët se për çfarë duhet votojnë. Edhe ky votim I detyrueshëm për herë të dytë me radhë vjen në emër të ruajtjes së sovranitetit të vendit, në emër të thirrjes në obligime ndërkombëtare dhe në emër të thirrjes në miqësi të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nën kërcënimin e shpërbërjes së kuvendit. Mendoj që nuk ka nevojë të arsyetohet që votimi kundër speciales as nuk e cënon sovranitetin, as nuk I humb Kosovës shtetësinë, as nuk I prish pyetjet me miqtë e saj të vërtetë. Të gjithë dimë që ky votim I njeh qëllimet serbe. Deri sot askush dhe asnjë prej miqve tonë ndërkombëtar nuk na shpjegoi që të jetë e kuptueshme për secilin qytetar pse disa vende dashkan me miratimin e kuvendit Kosovës të themelojnë një gjykatë speciale ndërkombëtare. Kjo gjykata që do të themelohet, siç duket I ka votat e juaja, është një gjykatë ndërkombëtare. Aq më pak kur një gjykatë e tillë ekziston, është marrë me rastet e Kosovës dhe kur është kërkuar në vitin 2000 zgjatja e mandatit të saj, Këshilli I Sigurimit ka vendosur kundër. Pse UNMIK-u dhe ULEKS-i në 15 vitet e kontrollimit të pavarësisë Kosovës nuk e shtuan asnjë rast të akuzave të ngritura nga zoti Dik Marki. Nuk e bëri sepse kjo ishte shërtuar në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Pse asnjë prej shteteve tona mike dhe asnjë prej politikanëve të opozitës nuk tregoi se si po rrezikoi ka integriteti I një shteti sovran të njohur prej më shumë se 100 shtetësh. Për shkak që ky shtet sovran po merr ka një vendim sovran. Hajde më thoni cili shtet I njohur ndërkombëtarisht është shuar për shkak që ka ndjekur politikë nacionale dhe nuk ka bërë atë që kanë kërkuar shtetet tjera. Shtetet krijohen për të ndjekur politika nacionale dhe jo për të ndjekur politikat ndërkombëtare. Në fundit edhe OKB-ja as nuk krijon e as nuk shuan shtetin. Për shembull Zvicra në vitin 2001 është bërë antare e OKB-s, pra edhe Kosova në qoftë se ky antarësim shtyhet nuk është ndonjë problem. Unë kam, në fund duhet të them që kam një pjesë mirë të jush që një pjesë opozitës, sidomos PDK-s, dhe ju njeh si burra e gra të mira. Disa për jush ishtë burgosur politik, disa të tjerë edhe të burgosur dhe të ratisur. Kam besuar shumë në idealet e juaja, sepse ato ishin edhe idealet e mia. Kam besuar në fjalët dhe punët tuaja për sovranitetin e vendit, për lirinë, për demokracinë. Ua kam njohur edhe mallin për vendlinjen, vajnë e nënave tuaja, motrave tuaja, kur merrnin rrobat e juaja nga burgut të gjakosura. Për shumicën prej jush I kisha vu 2 durët në zjarr dhe nuk do të kisha besuar kur se mund të ndryshoni kaq shumë. Çfarë ndodhi me ju? Ku e keni krenarinë? Ku e keni dinjitetin? Ku e keni idealet për sovranitetin e vendit? A nuk ishte ju që thoni sovraniteti I vendit është vlera më lartë për të cilën luftuan shqiptarët sheku I radhë. Sot, fitoret e arritura në luftë po I dorëzoni një nga një në paqë. Fillimisht dorëzuat emrin UÇK-s, pastaj armët e saj, pastaj flamurin, pastaj një pjesë të territorit dhe tash së fundi edhe qëllimin e saj kryesor, sovranitetin e vendit. Ky gjyq nuk do ta dënon UÇK-n, nuk do ta njollos UÇK-n sepse UÇK është populli. Thelbësorja në këtë gjyq është që ky vend po humb nga sovraniteti I drejtë për drejtë. Në fund blen edhe një çështje të them. Ju po thirrni shumë në vlerat amerikane dhe evropiane dhe në miqësinë me ta. Mendoj që nuk e njehni as njërin as tjetrën. Liria, pra sovraniteti dhe integriteti I vendit janë 2 prej vlerave kryesore evropiane dhe amerikane. Vlerat që prezantojnë disa prej jush janë vlerat e Al Capones. Ato nuk janë vlera amerikane, ato kanë mund të jenë përpara vlera amerikane, po me të tilla vlera nuk krijoni miq, nuk bëni miq as Shteteve të Bashkuara, as të Bashkimit Evropian, sepse janë vlera të kaluara. Unë kam shumë besim që Bashkimi Evropian
do të na kuptoj për këtë qëndrim tonin, e sidomos Shtetet e Bashkuara që as vetë nuk e njohin asnjë gjykatë ndërkombëtare, sepse sovraniteti i shtetit të tyre është vlera më e lartë e të qenurit amerikan. Faleminderit.